Prokuroria e Fierit ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 3 persona pas incidentit të ndodhur në prill të këtij viti, pak para zgjedhjeve parlamentare ku u dhunuan disa agjentë të Byros Kombëtare të Hetimit. Të akuzuarit janë Ledian dhe Claudio Kaplanaj, nip të ish-deputetit Agron Kaplanaj, si dhe Gerald Kolçaku. Prokuroria ka ngritur ndaj tyre akuzën e goditjes për shkak të detyrës në bashkëpunim sipas nenit 237 fraksion 3 dhe 25 të Kodit Penal. Sipas dinamikës së hetimit, ngjarja ndodhi në 15 prill kur oficerët e BKH-s dhe të forcave operacionale ndodheshin në Fier për kryerjen e disa verifikimeve në terren. Ata u ndoqën dhe u ndaluan nga të pandehurit, të cilët pavarësisht se oficerët u prezantuan si punonjës policie, ushtruan dhunë ndaj tyre fizike për shkak të detyrës. Të 3 personat janë hetuar në masën e sigurisë arrest në burg dhe arrest në shtëpi, ndërsa tashmë pritet gjykata e Fierit të shqyrtojë dosjen dhe të vendosë nëse ajo do të kalojë në proces të plot gjyqësor. Pas incidentit, Byroja Kombëtare e Hetimit reagoi zyrtarisht duke theksuar se agjentët e saj po kryenin detyrën hetimore të deleguara nga SPAK dhe se u sulmuan pas një shkak apo provokim. Gjykata e Fierit pritet të vlerësojë nëse provat dhe akuzat e ngritura nga prokuroria janë të bazuara në ligj për të përcaktuar më tej përgjegjësinë penale të akuzuarve.